Janë ekzekutuar ditën e sotme masat e sigurisë për 17 shtetës, për 13 masa arrest me burg dhe për 4 arrest në shtëpi, si dhe shpallur në kërkim 1 shtetës. Ata akuzohen se në bashkëpunim kanë siguruar lëndë narkotike me qëllim shitje në afërsi shkollave në Shijak dhe në Mans, në vijim të punës intensive hetimore dhe operative të kryer nga strukturat e policisë së Durrësit, me prioritet identifikimin dhe ndalimin e shtetësve që kryejnë veprimtari kriminale në afërsi të institucioneve arsimore dhe të ambienteve të tjera që frekuentohen nga të rinj. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me shërbimin e forcave të posaçme operacionale dhe Shqiponja dhe me shërbimet e stacionit në Mans dhe të komisariatit policisë Shijak, finalizuan në drejtimin e prokurorisë së Durrësit operacionin e koduar Cleaning 5. Në njoftimin e policisë bëhet me dije se si rezultat i 2 procedimeve penale janë kryer hetime disa mujore, në vijim të cilëve janë ekzekutuar masa sigurisë për 17 shtetës. Konkretisht, për 13 shtetës janë ekzekutuar masa sigurisë arrest me burg, për 4 shtetës masa sigurisë arrest në shtëpi, ndërsa 1 shtetës u shpall në kërkim. Këto shtetës banuese të Durrës, Kavaj, Shijak dhe në fshatet e njësive administrative Sukth, Mall dhe Gjazotej akuzohen për veprën penale, prodhimit dhe shitjes narkotikëve të kryer në bashkëpunim dhe më shumë se sa një herë. Nga hetimet dyshohet se këta shtetës në bashkëpunim siguronin lëndë narkotike dhe e shitin kryesisht në afërsi të shkollave në Shijak dhe në Mans, si dhe në ambientet e tjera që frekuentohen nga të rinj. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme, thekson deklarata.